500 hektar tokë kullot në Ksamilja vendosur në sekuestër nga Prokuroria e Vlorës, pasi dyshohet se është përfituar nëpërmjet dokumentave të falsifikuara nga trashëgimtarët e ish pronarit Resul Piro. Hetimi nisi pasi materialet e referuar nga KKP-ja, Zyra Rajonale e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, e cila ka vendosur në 2007 të njohë si pronar të këtij trulli, trashëgimtarët e Resul Piros. Vendimi është kundërshtuar në gjykatë nga ana e hipotekës së Sarandës, që nuk ka pranuar të regjistrojë pronën në emër të tyre. Por ka qenë një vit më pas gjykata e Vlorës, që ka detyruar hipotekën të regjistrojë kullotën në emër të trashëgimtarëve. Gjykata e Sarandës në vitin 2008 është bazuar në vendimarrjen e saj në një tjetër vendim të kësaj gjykate të vitit 1996, ku familjarët Piro ishin njohur si pronarë të asaj toke. Por nga verifikimet e prokurorisë, vërtetohet se ky vendim është tërësisht i falsifikuar. Nga ana e organit të akuzës, është kryer ekspertimi grafik mbi firmat e gjyqtarëve dhe sekretarëve që ishin shënuar si të pranishëm në seancë për njohjen e pronës së familjarëve Piro. Ekspertimi grafik u krye tek firmat e të njëjtit gjyqtar dhe sekretar në vendime të ndryshme të asaj kohe, ku rezultoi se vendimet e gjykatës të vitit 1996 ishin tërësisht të falsifikuara. Duke qenë në këto kushte, Prokuroria e Vlorës kërkoi në gjykatë sekuestrën të gjithë sipërfaqes së përfituar rreth 500 hektar.